Loriksana ka pozuar përballë qebaptore Cana. Nuk dim nëse ky është biznesi i ri i Lorikut, por edhe nëse është, do të ishte një ide goxha fitimprurse. Me siguri të gjitha pjeshkat do të shtonin disa kile. Castro Zizo ka shoqëruar në shkollë djaloshin e tij simpatik Duncan. Babi Klevisi ka uruar atij fat dhe më të mirat. Sigurisht që të jesh artist nuk është diçka e pëlqyer dhe e pranuar nga të gjithë, por të kesh babi Castro Zizon do të thotë që je gjithnjë një hap përpara. Revista Harmony ka dalë në treg dhe kopertina e kësaj here është Irena Kita. Bukuroshja është faqur sikur më parë me një super pose fotografike të denjë për kopertinën e revistës Harmony. Jemi entuziastë të shohim çfarë shkruhet brenda. Robert Dragoti postoi këtë foto në Instagram së bashku me një shkrim të gjatë, të cilin ne nuk e lexuam fare sepse kjo foto është thjesht fantastike. Ky njeri është vërtet brillant. Super ide.